Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjellë recetën e një ëmbëlsire që është shumë e njohur në Shqipëri. Në zonën prej nga unë kam origjinën, quhet shëndetlije ose shandatlije. Shëndetlije është një ëmbëlsirë që ju mund ta gatuani me çfarëdo rasti, por gjithashtu është një ide shumë e mirë edhe për festat e fundvitit, si dhe një alternativë shumë e mirë për të gjithë ju që krahas baklavas dëshironi edhe ide të tjera për ëmbëlsirën e fundvitit. Për përgatitjen e shëndetlijes, në fillim në një tas prej qelçi do të shtojmë 5 vezë. Ju mund të përdorni edhe 4 vezë nëse i keni vezë të mëdha. Gjithashtu tek e njëjti tas do të shtojmë edhe një filxhan me sheqer, si dhe 200 gram gjallë, të cilin e kemi shkrirë që më parë. Më pas përpërcit do t'i rrahim shumë pak me njëri tjetrin derisa të përzihen bashkë. Pasi vezët i kemi rrahur për 2 minuta afërsisht, tek tasi do të shtojmë edhe një lugë gjelle me kakao. Në fakt kjo është opsionale, ju mund të mos e përdorni fare nëse keni dëshirë. Gjithashtu tek tasi do të shtojmë edhe 3 lugë gjelle me mjalë. Do t'i përzijmë të gjithë përbërësit së bashku derisa të krijojmë një masë homogjene dhe në fund do të shtojmë miellin. Unë kam përdorur 2 gota një çerek me miell. Gota që unë përdor është gotë 250 ml. Gjithashtu në momentin që shtojmë miellin tek tasi, do të shtojmë edhe një gjysmë luke me baking powder ose pluhur fryrës për ëmbëlsirat. Por nëse dëshironi në vend të baking powder, mund të përdorni një gjysmë luke çaji me baking soda ose sodë buke siç quhet ndryshe. Dhe në fund do të shtojmë arrat. Unë kam përdorur një gotë e gjysmë me arra, por gjithsesi kjo është në dëshirën tuaj, ju mund të përdorni sa arra dëshironi. Siç do ta shikoni edhe në video, unë miellin do ta shtoj pak nga pak dhe duke e trazuar vazhdimisht. Pasi i përzim shumë pak me njëra tjetrën, derisa të shikoni që brumi është homogjen, në fund të gjithë masën e hedhim në një tepsi, të cilën e kemi lyer më parë me gjalp. Pasi e sheshojmë mirë brumin në tepsi, në një tas kam rrahur një vezë dhe e kam lyer ëmbëlsirën sipër. Dhe më pas me pirun i kam bërë disa vija siç e shikoni dhe në video. Ndërkohë furra duhet që të jetë e nxehtë dhe për këtë arsye e hapim që në momentin që nisim ëmbëlsirën, e fusim ëmbëlsirën për të pjekur dhe e lëm për rreth 35 deri në 40 minuta në 200 gradë Celsius. Para se ta hiqni, mund të bëni provën me kunjë dhëmbësh. Nëse kunja del e pastër, atëherë do të thotë që ëmbëlsira është gati për t'u hequr pasi ka kulluar mjaftueshëm. Do ta heqim ëmbëlsirën nga furra dhe do ta lëm që të ftohet. Dhe pasi është ftohur për afërsisht 10 minuta, do ta presim në format që dëshironi. Unë e kam prerë në formë rombi, por ju mund të zgjidhni formën tuaj që preferoni më shumë. Ndërkohë që ëmbëlsira ftohet, ne do të përgatisim sherbetin. Për sherbetin na duhen 3 gota e gjysmë me sheqer, si dhe 2 gota e gjysmë me ujë. Sherbetin do ta lëm që të ziejë në zjarr për afërsisht 15 minuta, ose sa të shikoni që sherbeti ka nisur që të trashet pak. Para se ta heqim, do t'i shtojmë sherbetit edhe një lugë gjelle me lëng limoni, në mënyrë që sherbeti të mos na sheqeroset. E heqim sherbetin nga zjarri dhe e lëm të ftohet vetëm 5 minuta. Më pas, sherbetin do t'ja hedhim pak nga pak ëmbëlsirës që ne kemi përgatitur pra shëndatlijes. Mos harroni që edhe në këtë rast ëmbëlsira duhet të jetë e ftohtë dhe sherbeti duhet që të jetë i nxehtë. Unë preferoj që sherbetin t'ja hedh pak nga pak
Pra në momentin që shikoni që tepsia mbushet me sherbet, e lëm shëndetlien që të pi të gjithë sherbetin dhe më pas i shtojmë sherbetin tjetër që na ka ngelur në tenxhere. Pasi e kemi mbaruar që të gjithë sherbetin, do ta lëmë ëmbëlsirën që ta pi që të gjithë dhe më pas ëmbëlsira është gati që ta servirim. Kjo pra ishte edhe ëmbëlsira që unë kisha përgatitur sot për ju. Më besoni që është një ëmbëlsirë shumë e mirë, pasi unë jam rritur me këtë ëmbëlsirë. Shëndetlije në shtëpinë tonë gatuaj shpesh dhe unë akoma nuk e kam harruar aromën që vinte shtëpia nga kombinimi i mjaltit me arrat, gjalpin dhe përbërësit e tjerë. Pra kur ta gatuani këtë ëmbëlsirë, e gjithë shtëpia juaj do të vi një erë të mrekullueshme. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe në këtë video. Për më shumë receta, ju lutem mos harroni që të bëni like dhe subscribe kanalin tim. Gjithashtu mund të më ndiqni edhe në Instagram në faqen time Rajana Kitchen. Bashkë do të dëgjohemi sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.